Prandaj më ka jemi sot me berberin e kombëtarës shqiptare Erti Biturku, përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje. Tani është e veçantë të kesh një berber të kombëtarës në emision, apo jo? Se mua më kujtohet Floro, besoj edhe ti dhe unë kur shkon te berberi lagjit aty çajm hallet më të shpeshta, te berberi jon. Kështu që edhe çunat e berberit tregojnë hallet. Do të ketë treguar një sekret te berberi. Tani, përshëndetje, mirë se na erdhe. Përshëndetje. Kënaqësi. Na trego pak, po him pak me historikun. Sa kohë keshi e berberi kombëtares, si u lidhe me çunat e kombëtares, kush ishte ai i pari që të njofti ose që e njohe? Zanafilla fillon daton fiks tetor 2012. Pas ke për vjetor. Që i bi 13 vjet. Faktisht se bep është bëu Andi Lira, kemi qenë shok klase, jemi shumë shokë edhe tani. Dhe faktikisht sa ka qenë takimet e para të Debiazit, edhe më telefonon Andi, më thotë që më duhet sa që të qethet Salihi. Atë do të Salihi të qethet. Edhe thash po pa problem se vi thash atëherë u akomodoheshin te një hotel diku aty afër Kavajës, unë jam nga Kavaja. Edhe nga ai moment vazhdon pas GPS-a deri në sot. Tani se po hy direkt kështu. Andi the. Andi vazhdon qethe këtyr? Po. Vjen stile nga Tirana nga Vaj. Vjen besnik. Po edhe sallonin kam po nga Vaj. Me epokën tënde 2 kualifikime. Ndoshta kanë ndikuar të dora jote. Edhe kur kemi qenë në Europianin e 2016-s, kam qenë neshin e fundit kur kemi fituar me Rumaninë. Edhe fituam edhe nesh, edhe në atë kohë isha si auguri i mirë për që arritëm të fitonim ndaj Rumanisë 1-0. Ne duam të dim pak më shumë ca histori, ca batuta, ca momente qesharake që mund të kesh për lojtarët. Këto sekretet që ka, domethënë berberi dhe klienti, po them, klienti këtë rast është lojtar, po. Aty e gjithë historia është vetëm batuta. Futbollistët gjithë janë me cili kemi shumë Gallatas. Aktualisht se më përpara ka qenë Andi, Cigaleshi, Roshi, Balaj, domethënë janë breza, tani që bëhet më shumë aktualisht është Mana, Aslani, Hysaj, me gjithë, domethënë, po këto që duke qenë se vinë edhe nga që kanë qenë më përpara, Mana, Mana, Aslani, Hysaj. Hysaj shuhet në fakt që është kështu lyen flokët shpesh. Me Hysaj kemi shumë marrëdhënie, shumë të mirë. Hysaj lyen flokët shpesh, qethet shpesh, u bën çik viral për atë ulin e kokës në Zbrizeli. Herë në 3-4 ditë, domethënë sepse edhe modelet që të duan thjesht ka më fresh. Prit tani, pyetja është e kishe këshilluar Hysaj në Europian që mos prishte xhelin dhe uli kokën. Ajo është moment që i ndodh gjithë. Ajo është Nuk e kisha këshilluar ti. S'kishe. Tani, atëherë bë viral ky moment edhe ndoshta Hysaj ka treguar mbrapa që përjetoi keq atë moment. A ka komunikuar ndonjëherë me ty me këtë idenë që u bë, po them në një farë forme virale ajo gjë atëherë? Atëherë ideja është gjithë futbollistët si çdo njerëz, ato kanë një familje. Dhe sikleti më i madh është pjesa e familjes. Edhe normalisht kur ti je në një vend si ishim në Europian që kishim minimalisht 20 ditë që ishin të grumullum, ti nuk e din se ç'a bëhet jashtë edhe me familjen tënde dhe nuk e din se si e përjetojnë ato. Edhe normal që ishe shumë i mërzit. Ishim ne tjerë shumë të mërzit, jo ai që fillon me ato sulmimet që mu duken shumë pavendshme, po ne kemi ato, ne për sa i bie, për një muaj e pak e vram dhe ringjallëm anë, kështu që ne i kemi, futbolli ka. Po tani se gjatë rrëfimit më bëri përshtypje që ne kur ishim grumbulluar aty. Si funksionon? Ti shkon, nuk i qet lojtar kur vin këtu, i qet edhe kur shkojnë për transferta në Europian? Po. Pra ti e tërkohës me çuna dhe këtu dhe atje? Gjithkohës. Sa shpesh qetën në grumbullim ato tani që mendoj? Minimalisht që 2 herë ose 3, sepse i afër para i duhet që vinë grumbullim. Nëse nuk janë qetë aty ku janë, dhe i qetën, të qetën edhe 2 ndeshjet e tjera pastaj që janë. Pra, lojtarët qetën për çdo ndeshje. Po para ndeshjes nuk bëhet fjalë. Para ndeshjes ose edhe përpara në interviste që mund të kenë. Pra për gjatë një jave 2 herë. Po minimalisht 2 herë. Në një moment që sharak e patër me lojtarët që mban mend, ku diu ndoshta ka ikë ndonjëherë groshëra pa dashje keq me lojtarët. Ajo nuk ka qelluar një herë fatkeqësisht, ndoshta edhe fatmirësisht. Po ka momente gjithmonë bukura sepse ne futbollistët kur janë në grumbullim ashtu siç e dini ju, janë që nuk mund të lëvizin, do janë vetëm mbrenda hotelit. Në një territor caktuar. Dhe jo territor vetëm mbrenda hotelit, s'ke fare.
Vetëm korridoret. Dhe më e bukur është për shembull se duan të qethen shpejt dhe thotë se tani du se kam çik punë. Për shembull punë s'ka Çfarë punë ke vakt këtu do rish. Po thjesht futbollistët janë si vetë futbolli është pjesë janë shumë supersticioz. Lojtarët vinë tek ty dhe kanë ide të qarta apo marrin një sugjerim nga ty? Përgjithsisht i kanë ide të qarta. Do të thënë shumë rrallë qëllon që duan sepse të ndryshosh nuk është sigurt të ndryshosh personalitet. Patjetër. Të jesh vetëm me pjesën e flokëve tuaj. Flokët i kemi pikë të dobët gjithë. Edhe fëmijët. Dhe është shumë e vështirë që të pranojnë ndryshimin në atë moment përpara neshjes, ose do e ketë bëu gjatë rrugës përpara neshjes është shumë e vështirë. Ja ka një model që ja ke sugjeruar ti lojtarit, pra në një lojtar ka marrë mendjen tënde për modelin e flokëve apo gjithmonë vi me ide të veta? Përgjithsisht vit me ide të veta, po ka raste sepse kur janë flokët e shkurtra është shumë jo e vështirë, po domethënë janë gjëra të vogla që bën diferencën. Herën e fundit faktikisht me Maslanen, duke qenë se e ka flokët kaçurrela dhe i ka shumë qejf, dhe është po ti duhet i lesh gjatë ato që duken flokët kaçurrela, se edhe ti për shembull e ke me onde, po ti shkurtosh shumë, nuk duket e ondja, duhet të jenë më të gjata normalisht. Edhe me Aslanin që i kam thonë herën e fundit, manat që i man më shumë të shkurtra, se i ka pas më dikur më të gjata i ndate me. Prandaj ka filluar Aslani po le flokët më të gjata. Po. Pra ti ke gisht aty. Kur bëj gol me kokë Aslani, dije që është merita jote. Kur ti lëshoj si Alandi. Vetëm me kokë do bëj, me kokë zbon. Dhe kemi edhe 5 letra për ty. E zgjedh një dhe shohim çfarë do të qellojë një dënim, dënim futbolli bëhet fjalë Po, gjithmonë. patjetër. Dhe na lexo. Telefonon një lojtar të kombëtarës dhe thuaj që do t'i lyejnë flokët kuqezi për ndeshjen tjetër. Ka qelluar ajo që doja më e mira. Po. Qëndron si argument, se nesër mund ta siguroj kualifikimin. Po, kujt mendon t'ia bësh këtë? Po, Rein do të telefonoj. Reimane. Rein që çfarë menje. Reimana e tjetër flokët kuqezi. Tash inshallah Rei, çfarë orare është kanë ndaj? Çfarë po bën Reimana në këtë momente? Roberto, Po, ku je o zemra, ku je? ku je o fratello mio? Qa bon, si e? Gjo, Mirë, ja, kam i sugjerim. Dë lyejmë flokët kuqezi për ndeshjen e radhës. për ty apo për mu? Për ty se unë jam boqeros. Allah. Jo, më Allah, ti di speqejmë të gjerë, po i kalon shbukur. Do të për lushën ore për çfarë bëll. Po vazhdo ta pyesa edhe unë për lushnjë, se ka përshtypjen nuk ishte lajm i vërtetë ai. Që do blej lushën. Që do blej lushnjë. Ja. E pra. Unë uroj ti po. Futet kod vlla. Unë uroj ti Ka qenë tentativa, po nuk e di se sa kanë ecë më shumë ose jo. Ka qenë tentativa pra. Pra edhe Ka vetë pas Rei, bisedime, janë po se deri ku kanë arrit. edhe vetë Rei e ka pohuar që Për faktin që s'ka më shumë gjë zyrtare, do thotë ndoshta që e kuptoj. Inshallah me Reimana e lushën çfarë të nga lushja. Ka patur erti në një lojtar që ka ardhur aty dhe ka thënë dua flokët e filanit për një lojtar të huaj. Pra mund të ketë kopjuar një lojtar tjetër futbolli? ja, nuk. Jo? Nuk. Apo vinë me ide të veta? Ato kanë ide të veta. Normalisht mund të kenë mbledhur ide dhe kanë bë shif këtu shif atje. Pak atë gjitha. Pyetja është, prit tani, a ka ndonjë lojtar që po t'ishte në dorën tënde, doja ndryshoje modelin e flokëve. Pra që ti mendon që ky duhet t'i bëj kështu apo s'do, do t'i mbaj siç i ka. Jo, me thonë drejtën çka kanë qenë e kam arrit me atë idenë time. Mos me mënyrë, po gradualisht e kam bërë se unë kam menu. Bukur. Parit që ta kuptoj. Po. Me influencë, kanë ndiku me influencë. Nuk është, thash, nga që ne çunat i kemi përgjithësi flokët e shkurtra dhe nuk duken shumë dhe gradualisht kemi mundësi me bëj si e don. Po. Erti ka patur po them një lojtar të njohur, jo të kombëtarë shqiptare, po një lojtar që do doja ta qethe një herë vetëm për çef. Cristiano Ronaldo. Si të gjithë. E ka ndryshuar modeli prapë ai. Po. Ronaldo. Ai futboll nuk është se lumë sot, atë për reklamave është do Tani shkoj ka deri shumë. 40 40 vjeç e burr, çfarë do moja akoma flokët me. Shiko ti ke sallonin tënd që vinë edhe besoj mosha më të vogla. Cili është lojtari që kopjon më shumë të keqetura shqiptarët? Përgjithësi që kanë qef të moshë të vogla kanë këngëtarët. Këngëtarët. Çfarë bëni me çuna o çuna? Edhe Këngëtarët. edhe futbollistët kanë qef që
që imitojnë të pjesën që lyjnë flokët, që i duan si Se hyse. më kujtua kjo. Më kujtua që the moshat e vola kombëtare, më kujtua mosh tonë ne kishim me Sharawin. Insisto ke lojtari kombëtar sot e bëj flokës si Sharawi prapë. Insisto te njëri zgjidh këtë dush. Se na ka marrë malli. Do duket kështu si ato nazistët. Po kështu atë kanë kërkuar ndonjëherë ty për shembull një lojtar kërkoj një model me shqiponjë apo bëj flokët kuqezi, pra ka pas ndonjëherë tentativa nga ata vet? Jo, nuk ndodh sepse sado futbollistët janë njerëz gallatos ose është domethënë shumë e egzageruar që të shkosh për te kanë atë formatin e tyre, nuk mundet që t'i kalojnë limitet. Se për mu limite mund të jenë, domethënë nuk dukesh shumë serioz. Lojtarët ndërkombëtarë kanë bërë paktën një herë. Lojtarët një orë kanë fjalën marr Pogba në shembull që ka bërë shumë herë flokët, po. Po nuk s'ka rrit që të bëj shqiponjë që ne na identifikon. Mund të ketë bëu maksimum. Ndoshta gjërat kuqezi bëhen. Tani prit se jam kurioz, prit gjërat kuqezi bëhen. Ore, se çfarë më bëti më ke berberit ti kur shkon ke berberi? Unë tregoj sekret. E kam thënë çfarë më bëti po. Ça lloj teme një bëhet, po. Po ti çfarë më bëti bën me lojtarë kur qeten? Çfarë tregojnë çuna? Tregojnë për futbollin apo për gjëra jashtë futbollit? Apo të dia bashk? Jo, pjesën. Për shembull, na trego pak fals, po shtoj pyetje mas pyetje, po mbaj mend tani. Po. I njohur fakti e tha mana e vet, ama me atë penalltin tha 3 muaj tha s'ke bërë gjumë. Ka komentuar mana në gjë penalltin ty vet se ke berberin e Rafeni. E ka përjetuar shumë, edhe ka përjetuar mana e penalltin. Po, normal sepse edhe me drejt pjesa ajo që do rikthehem asaj që thashë në fillim, gjithë kanë familje, se futboll që ti se unë shoh shumë njerëz që thonë ti je futbollist profesionist, nuk do t'i ngjosh to, nuk do po gjithë kanë familje, Dhe e ka përjetuar atë pjesën. Çfarë thoshte? Ai faktisht para neshës ka qenë i smur. Po, ndesha qershore. Shkojnë në spitale etj. Po, është vërtet kjo. Dëshira madhe për me dhon maksimumin edhe për ekipin, ishte që donte edhe Me kërkonte edhe Silvinho me insistim. Po, për skemat që ai përdor. Dhe normalisht pas e penalltin kanë humbur gjithë, po ajo ishte shumë decisive, edhe ka përjetuar shumë, përtejsa ai mane shumë njëri pozitiv, shumë fani, po sado mundonte, po unë që e njoh e kishte siklet. Domethënë, kjo e liroi, kjo pjesë. Kur e qetën mbas çfarë tha? Kur e qetën mbas golit me Serbinë, se lutem me Jordani misor do të qet garant para. Po faktikisht i detaj, aty te shkova e prita në Rinas. Kur erdhëm nga Serbia? Jo, kur unë isha në Serbi. O, ishe dhe ti në Serbi? Po. Kur atë grumullimin harrova që të shkoj me grumullimin, harrova. Grumullimin që kishim shkova e prita unë, se edhe unë shkoja që në grumullim, edhe i thash për dy gjona dhe më hashmen, për penalltin që ke humbur me Serbinë dhe golin që do i bosh atje. Dhe me thon drejtën, nuk e kishe vetëm si ego personale që donte, thotë vetëm të fitojmë. Kushdo që të bëj gol është gjëja më e bukur që mund të na. Pra e parashikova pa golin. Parashikova golin. Ai me thon drejtën pa të parashikuar vet. Që kur masi humbi penalltin tha e bukur shumë do ishte po të boja gol atje. Po, domethënë e gjithë dëshira ka qenë që të fitojmë, nuk ishte. A e komentoi rastësinë e çuditshme minutit të golit njëjtë, e ka komentuar? Po. Çka ka thënë? Biles ka qenë një formë batute që shef që ta jep Zoti ta kthen mirë, po tha po Zoti jep ta njerëzve të mirë. Drejt ka. Sepse realisht është shumë një mirë. Jo vetëm se unë kam shok, po të gjithë ato aty, meqë folim konkretisht për Manen, po thuaj, gjithë aty është një atmosferë shumë e bukur. Domethënë është të vetmet punë që mund të thush që shkosh me dëshirë më të madhe. Ka patur momente të tjera ku lojtarët kanë parashikuar golin e tyre apo kanë parashikuar një fitore? Se ti mund të dish më mirë këtu muhabete se ja ty i brendshëm. Tani parashikimi është që ti gjikohesh që kur hyn me lut do bëj gol të thush të fitoj, do bëj gol kështu, ta bëj kështu, ta bëj. Jo them që ka dalë mrapa. Për shembull, një moment që doja dija unë si ka reaguar Bajrami pas golit në Europian. Goli me Italinë. Po pra, janë ca momente ikonike që ajo ishte ne gjithë ishim shokuar sikur patjetër. Dhe nuk e dim se si mund ta duk sigurisht. Tani Bajrami vetë çfarë tha? Kur po e qetje? Se Tirana ka fol. Po kemi takuar shumë sa që kur ka rënë momenti më u qet, besoj se e kemi harruar pjesën e golit. Po i shumë i gëzuar, domethënë është emocion që nuk është se të bin
shumë të lush as me italian ose as shumë në europian. Tek ty qeten dhe lojtar të Besës Kavajës kategoritë parë ose superiore? Po, Besës. Edhe Ignatia besoj. Edhe Ignatia, po. Po, edhe Ignatia, edhe kush qeten nga Ignatia? Tregoj emrat. Fernando. Fernando që është goxha i veçantë. veçantë. Shiti ka Fernando, po? Po. Ti ja ke dhënë dera për kavet. I bën vetë se i përshtat me ngjyrat e vendit vet. Po është xhel që moment që lan flokët ikën. Nuk është se i lyn gjikoa si e shile. E zbuluam sekretin e Fernandos. Flokët e jeshile janë vetëm për ndeshje, kur lahen pas ndeshjes ikën. Kështu i mand verdha, i ka lyt verdha dhe kur i vën xhelin duken më shef. Do të thënë ditë normale Fernando nuk e njeh. Jo. Ditë normale u kamuflo kamreti. Fernando se do nivelet e Gokut, kur lum futboll u shndrohet në Fernando Jeshil. Prej tani, se s'do të pyes për çifra konkrete, ose mund të më thuash po deshës ka problem. Po si është një qetur një lojtari me një qetur në të thjeshtë? Ka diferencë? Po desh mund të thuash të shifrat, nuk ka problem. Jo ta. Direkt jo. Jo. Të ja përgjigjen. Ne nga ana nga jam unë, nga Kavaja. Nga Kavaja. Kemi shprehje që gjynofët edhe lekët nuk tregohen. Do ta bash nimtë. Po që sigurisht lojtarët do ta kunë sigurisht. Ti i shkon lojtarëve në për klubet e tyre, pra a ke shkuar ndonjëherë jashtë Shqipërisë te klubet e ka fjalën? Po, kam qenë te Cigaleshi kur ka qenë Turqi me Konjan. Kam qenë edhe kur ka qenë në Arabi, kam qenë edhe në Milano te Aslani, kur lutem me Inter. Po interesante që të kërkojnë ti prapë edhe pse janë mes Italisë, mes se praktikisht po pra, një nga berberat e Interit mund të themi. Praktikisht shqipje, pra ç'a thot Aslani për të Çalhanoğlu na ka shajt më pak? Është shumë mirë batuese, digja sa shumë mirë. Ndoshta ka edhe momente që futbollistët shahen me njërin tjetrin, po siç pa Martinezin me Conte në nesha Internapoli. Është, domethënë sepse edhe ai e ka marrë shumë afër Çalhanoğluja Krisin, kudo që shkonin ishin raporte shumë mira. Domethënë jo si njëri që e shifte si pretendent që mund që ti merrte vënin. Ti zëvenin, po shumë okay. Është fut mik Aslani për ty kryetarët e tjerë? Te Interi. Te Di Marco. Ishim tentativa i pata fond. E ke provuar vërtet? Jo, nëse do ishte ndoshta më sakosh, po. Do ishte gjë e bukur, pse jo. Erti ti ke patur tentativa për ose ke qenë një lojtar të huaj, po them jo shqiptar, po të njohur të kombëtarëve tjerë apo nuk ka qelluar ndonjë? Po diu ka qelluar në Shqipëri, e ka kap halli, ka thënë pëlqen të kombëtarëve shqiptarë. Kur ka janë ndjenjë do vetëm ndoshta këto futbollistët që kanë ardhur që kanë luajtur pastaj në Shqipëri kanë pas luajtur dikur jashtë edhe që vinin pastaj në Shqipëri. Duamena. 3 ditë para se të ndrodhte jetë, ishte aty te salloni se video që aty. Duamena. I madhi Duamena. Tani kujtohem. Duamena një nga lojtarët më të mirë. Duamena ishte i frikshëm Florën, kam qenë Rogozhin ditën tragjike. Dhe atë ditë për të mbrojtur Duamena ishte vendosur Buxhelaj. Dhe diferenca e Duamenas me Buxhelaj në fushë. Me çdo lojtar kombinat shqiptar ka qenë diferencë. Jo, kishte diferencë. Nga që pas nga afër. Ishte edhe njëri shumë pozitiv si njëri. Zoti desh me vete e mori. E mori pasioni. Po, ato 3 ditë përpara e mban mend thoshte ndonjë muhabet, pra diçka nga jeta vet apo? Jo, se thonë që atë javë ka qenë më i lumtur nga javët e tjera, tregonin mbrapa se kanë shqiptarët. Gjikos, njëri pozitiv që rrezatonte vetëm pozitivitet, nuk është njëri që ishte si gjithë njerëzit që kanë pozitiv ose jo pozitiv, ose që rrin neutral, po ai ishte gjithkohës pozitiv, po i qeshën. Fliste shqip kishte mësuar jo? Jo, anglisht fliste më shumë, spanjisht. Biles ka pas luajtur me Sadikun te Levante. Edhe i çojm foto. Tha pse po ç'i do na jetu më tha. Unë thash ka hallë me Suzanotin të qetë. Mirë, do komentojmë çik modelet më të kisha një pyetje tjetër. Nëse kombëtarët do shkojnë botëror, ç'a modeli do e bëhet çunave? Do kishte ndonjë, po them, berberi bën premtim për çuna, do bëj model veçantë. Është inshallah do zoti shkojmë, është gjë këtë prit vizë për në Amerikë. e kam gati. Ashtu po. Po sa më rëndësishëm është kompeticioni, aq më rëndësishme është edhe pamja, edhe kështu që ta garantojnë asnjë nuk lun me pjesën nuk do lëvizi. Me pjesën e lukut, sepse kur ti lun këtu në Europian shohin
100 milion njerëz, botëror pastaj është do të fish 1 miliard njerëz. Po të luajnë mos është bukur, Edhe një sekret berber është, cilin nga lojtarët pëlqejnë më shumë goca, se besoj duhet ta dish. Që pëlqejnë gocat. Po. Me çka ke kuptuar ti aty? Aslanin dhe Manajn. Aslani dhe Manaj. Ndoshta për faktin që unë rri më shumë ato dhe shoh që ngacmimet që bëjmë, po shoh edhe në rrjete që Aslani e prisja, po Manaj mendoja se do kishte Bajrami më shumë pole position se Manaj. Edhe Bajrami, më fal se u duk sigurisht nxorra vend 3. Edhe Bajramin e prisja, domethënë të dyja që kam dëgjuar dhe unë, Aslani dhe Bajrami. Pastaj në vend 3 ka thonë që është Flori me Mamën, thonë, po kjo vetëm për të diskutuar, për të ndarë. Goca, nëse keni plan të shkruani, to 3 vendet e para kanë shumë kërkesa. Kaloni që ne që jemi më të unë edhe Mamën kemi pak më pak, kështu që ndoshta ju kthejmë ne. Pa mendoj. Atë bakujnë vetë. Do bëjmë një lojë me VAR, jo